Duda Balje ka vendosur të bashkohet Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kuvend për t'i ofruar mundësi të krijojë një grup parlamentar. AK-ja doli me 5 deputet në zgjedhjet e nënshkutit, teksa partia e Baljes, SDU, fitoi vetëm jo ulse pikërisht me Baljen. Sipas rregullores së Kuvendit, grupi parlamentar mund të formohet vetëm me 6 deputete më shumë, andaj edhe Balje ju bashkua AK-s. Në një prononcim për Index Online, Balje deklaroi se është mos e lumtur që ka mundur të ndihmojë AK në formimin e grupit parlamentar. Unë kam respekt shumë të madh ndaj Ramush Haradinajt dhe ata kanë 5 deputet. Me 5 deputet nuk mundesh me bë grup, duhen 6 së paku. Unë në fakt shkova me ndihmu zotin Ramush dhe për mua është kënaqësi dhe nder i madh të jem bashkë me të, tha Balje. Ajo deklaroi se ka kohë që është realizuar kjo marrëveshje që prej se unë shkrua në Kuvend. Unë vërtet e respektoj Haradinajn. Ai nuk i ka pas 6 deputet dhe unë kam qenë pa grup. Në shenjë respekti nuk kam lënë AK-n pa grup parlamentar dhe kam nënshkruar ku shpreh ndër të tjera ajo. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka njoftuar se ka refuzuar dorëheqjen e Xhafer Gashit pas rezultatit zgjedhor në Obiliq. Abdigjiku ka thënë se humbjet sikurse fitoret janë pjesë e një rrugtimi të gjatë politik, ku qëllimi i përbashkët është gjithmonë më i madh se çdo betejë vetme. Në vijim postimin i plot, kam refuzuar sot dorëheqjen morale të Xhafer Gashit pas rezultatit zgjedhor në Obiliq. Humbjet sikurse fitoret janë pjesë e një rrugtimi të gjatë politik, ku qëllimi i përbashkët është gjithmonë më i madh se çdo betejë vetme. 4 vite më parë LDK-ja në Obiliq ishte një parti me vetëm 10%. Gjatë rrugës u bashkua me Xhafer Gashin, por nuk arritëm bashkë të bashkojmë shumicën e Obiliqit me ne. Gjithsesi, sot LDK në Obiliq është partia e parë me plot 46% dhe kjo arritje është merit vetëm e Xhafës dhe ekipit që ai ka. Xhaferi është një prej njerëzve që nuk dorëzohet para vështirësive. Ai është njëri i fjalës, i punës dhe i përkushtimit të heshtur ndaj qytetarëve të tij. Në këto vite, ai ka dhënë Obiliqit drejtim, dinjitet dhe stabilitet në një komunë që ka parë shumë sfida. Sot më shumë se kur, lidhja demokratike e Kosovës ka nevojë për njerëz të tillë, me karakter, me vizion dhe me besim në vlera. Prandaj kam rikonfirmuar Xhafer Gashin në pozitën e tij brenda LDK-s si në degën e Obiliqit, ashtu edhe në kryesi e Këshillit të Përgjithshëm, sepse LDK nuk i braktis njerëzit e saj në një moment të vështirë. Përkundrazi, LDK di të trajtojë edhe fitoren, edhe humbjen me plot dinjitet. Ky është një mesazh për çdo aktivist, çdo kandidat e çdo qytetar që beson në punë e në dinjitet. Ne nuk matemi vetëm me një garë, por me qëndrueshmëri, me besim në njëri tjetrin, me përkushtim ndaj Kosovës që duam të ndërtojmë. LDK-ja qëndron dhe bashkë me të qëndron edhe Xhafer Gashi në të gjitha sfidat përpara si simboli i qëndrueshmërisë, i besnikërisë dhe i misionit ton të përbashkët, ka shkruar ndër të tjera Lumir Abdigjiku.